që në ambientet e sallës kuvendit të komunës Vushtrisë po fillon seanca gjithsesi dëgjimi i fundit publik me qytetarë që ka të bëjë me kornizën buxhetore, përgatitjen e kornizës buxhetore. Ky takim është përmbellës, është final pas 10 takimeve të mbajtura në 10 bashkësi lokale, përkatësisht fshatrat komunës Vushtrisë, në të cilat qytetarët kanë shprehë kërkesat, brengat, hallet, në mënyrë që të planifikohen buxhetet për vitet e ardhshme. Euro që arrin totalin toga me metitje 7 milionë 200 dikur vitin. Elaborojmë shumë, po të jemi sa ma konkret në qytetit. Zonën katastrofës të Vushtrisë. Ju përshëndes, ore paneling të qenë. Ju përshëndes gjithve, jam pat në feka nga Faktikisht e poazova organike im. gjithve, jam gjithve parkuzën nga shotit. Dëgjimin publik, kërkesën e qytetarëve, si vlerësoni? Unë e kishe kënaqur me propozimin e qytetarëve, i lëpën drejtat e veta. Mendoni se tubimet të tilla Do të më majtë ma shumë edhe do të më majtë nëpër qytete. Se kjo ka hapësirë pak më e vogël, nashta qytetarët se kanë ditë shumica, edhe s'ka një, mundet me konë edhe qytet. Edhe nëpër fshatna, ma shumë. konkretisht kërkesa çka kishte pas dëshirë ti? Janë ofër 4 milionë investime për vitin e ardhshëm. Çka kishte pas dëshirë me ndrrumë Vushtrisë? Diçka për rini, me pas rinia ku mu aktivizu, ose një aktivitet lirë diçka. Faleminderit. Sa po përfundoi tubimi përmbellës me qytetarë, i organizuar nga Kuvendi Komunal, përkatësisht Komiteti për Politikë dhe Financa. Në tubim morën pjesë mbi 50 qytetarë, nga cilët 14 qytetarë paraqitën kërkesat e tyre, të cilat me siguri se organet përkatëse komunale, por edhe Kuvendi do të rëndit prioritetet bazë këtyre kërkesave. Të gjithë qytetarët i kishin kërkesat e arsyeshme, mbetet tash tutje që thjesht në bazë këtyre kërkesave dhe kërkesat tjera të qytetarëve të dëgjuara më parë në dëgjimet publike në përbashkësitë vendore, të caktohen prioritetet e investimeve kapitale, përkatësisht hartimi i kornizës buxhetore afatmesme për vitet vijuse.